Shikon, në fuqinë politike, zakonisht në raportet kur shtetet janë të reja, si rasti ynë, dhe ku demokracitë konsiderohen si të breshta, sigurisht që ka mos pajtimi me aleatet tonë, por pakthyeshmëria, strategjia dhe veprimet që i bën Republika e Kosovës janë në koordinim të plotë me aleatët tonë jetik. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania dhe shtetet e tjera të cilat Britania e Madhe, Gjermania, Franca, Italia dhe shtetet të cilat përgjithsisht ne i quajmë si të Quintit, të boshtit perëndimor, të aleancës natyrore, në mënyrë që ne të kemi konsiderat që interesat jetike strategjike të mbrohen. Kështu ka ndodhur në historikisht, nga fillimi i viteve 90-ta, kështu ka ndodhur në vitin 1999 me Rambujen, kështu ka ndodhur me çlirimin e Kosovës, kështu ka ndodhur me koordinimin e pavarësisë Kosovës në vitin 2008, kështu do të ndodhë deri ne të antarësohemi në OKB, në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ndërkohë që ato që i jepen zakonisht në media, shpeshherë janë gjysmë të vërteta. Dhe unë dialektikisht nuk flas zakonisht me gjysmë të vërteta, sepse gjysmë të vërtetat janë gënjeshtra. Pa që e në tablo e plot e ngjarjeve, dhe kështu që nuk dua të jem hipotetik dhe të flas me hipoteza mbi të cilët ndërtohet një e vërtetë. Momentet kur ka dhe nuk besoj që asnjë politikan i Kosovës, të paktën prej anës shqiptare, nuk e ka në zemër dhe në mendje aleancën e shenjtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me partnerët tonë perëndimor, sepse kështu është ndërtu Kosova, kështu do të frymoj Kosova, dhe thash derisa ne nuk e rrumbullaksojmë së jashtëmi shtetësinë tonë ndërkombëtarisht për me qenë antar të OKB-s, BE-s dhe të NATO-s, ne do të kemi fatkeqësisht përplasje së brendshme dhe kauzat politike të cilat partitë eventualisht i përdoren për fushata retorike elektorale, nuk i marr si serioze. Unë të paktën e di që subjekti politik të cilit i takoj, që është fuqishëm pro-perëndimor dhe i takon një boshtit të tillë të një aleance që ne dhe na lidh fort dhe ngushësisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.